Përshëndetje miq të dashur. Shkojmë me në radhës Ramush Haradinaj, Rambo. Rambo se pas ka fol në farë televizioni që s'poja përmend emrin sepse nuk është mirë. Për lombe kaq. Kështu që pas ka pas thonë që une e kum njek Radojqiqin nga Mitrovica Veriut. Por nuk e di, miq të dashur, se çka është ka mendon Ramush Haradinaj, mos valla kalshu në paracetën e Albinit Celina. Sepse për ndryshe nuk ka kuptim, miq të dashur. Me të vërtet. Me dal, me thonë ashiqare publikisht që ne e kemi largu Radojqiqin për Mitrovicës e jo Albin Kurti, kjo zonë koment. Po miq, ma mirë shkojmë të ndëgjojmë vizën e të diskutojnë së bashku. Sepse këta s'pe thomone, pe thojnë faktet. Shkojnë amiq? Kush e për zoni Radojqiqin për Kosovës? Kurtja? Jo për zoni. E ka shru Kosovën kohë qeverisë shtive. Naja kemi shiru Veriun që ky muan me policie, me i vo këto që bëjbën. Naja kemi kry, këtë punët. Narrativi Kurtit është që Radojqiqi nuk është më. Bandat e tij nuk ekzistojnë më në veri. Ata nuk e kanë kontrollin as efektiv më në veri, dhe situata ka ndryshuar. Kush e për zoni Radojqiqin për Kosovës? Kurtja? Jo për zoni. E ka shru Kosovën kohë qeverisë shtive. Rambo, Allah ile a bon më tregu në qëfar viti ka qenë kjo, se s'ka këna ndjeni. Nëse ka mundësi, hollësisht për më sligu pak se për besë, ka këna konflajtën. Une e di një rast, një sen, që në 24 septembar 2023, në vrafrin Bonjaku, nga Radojqiqi. Tash si e paske largu ti, si e paske alshu venin, sa e konë të kriministër, unë s'pe kuptoj ndërum. A ka mundësi me nga spjegu pak ma mirë, lajem, se apo me që i ka gjunë, syve, po me ndonë që alo popull është flejt. Bravo. Ose unë këgla konë flejt me 24 septembar 2023, apo këgla konë qutë, që i pas në parasin. Po qëfar rastësie që atë rastin tonë nuk e pas në pane, si ka mundësi. Kur ka i kira Radojqiqi kësa e konë ti, kryeministër. Po prit pak unë të rikujtoj se qka pa të thonë ti ndërum. Këtë e di, marë, vazhe, me Radojqiqin shumë mirë me shedaj. Që shëgën që ramë. Me Radojqiqin shumë mirë bashkëpunoj. Do me thonë, s'ka ka nik, s'pas ka pasik, Rambo, si mas fjallëve tua. Shkojna me që dhe pak? Shpis, qashajone, poshti zotin shpis, qashajone. Plus e bojshe zotin e shpis qashajone. Tash Rambo, Allah ile, dire të regona buri dhe jetë, si ka mundësi. Këtu po thu, para televizionin publik, po thu që une e kum largu, ne e kemi largu, jo Kurti. Kurti po gënjen. Faktit po thënë rësh, me gjithë respektin për ty, Ramush, për luft, jo për politik. Për politik, kur Allah më skoft. Për luft, për kullën do. Ty, familjes tonën, gjithë herojve, dhekur, gjallë, gjithë Kosovës, pemat voglit, pemat madhin, pemat voglit, i përkullem. Por, ju kësha lutë, juve mas pari Ramush, mos e përzi luftën me politikë të lutën. Se bjen poshtë i përtërsan, so në fund punë të drejtë juve. Po mos e përzi politike me luftë, as luftën me politikë. Le luftën e ke bo tonën, bravo të kohë prak për thonë për kullem. A mund për politikë, ato që ke bo ti, shumë pak kanë bo. Ti di shumë mirë. Hajnia që ndodhë në akë politikë, për dhe kë në akë, po tash po flasëm këtë ratë, po flasëm për ty, për akën. Gjitha të parë që i ke falë, Ramush Haradinaj ka 50 milion,
14 milion, 200.000 euro. Ato e në parave, ato e në hajni. Po mos dalim miq për teme, shkojmë pak të vazhdojmë temën, ku kem? I keni panit që shë ndalë takimi i listë të sheve në Mitrovic Zvereut, që shë arrestu Gjorici dhe në Prishtinë. A më veç kalzona çfarë viti, veç ke po më intereson, hiq pa shumë. Që ti përputhen pak datat burr. Që dhe këtë na gënjesh, te besojmë pak. Letosh pak për toke, jo për havaje. Të lutem. Jo për mu, për jahu vetë autoritetin. Për mu thuj që atë dush, është rregull. Veç po më vjen keq që jahu vetë autoritetin. E keni panë që kanë ikë ata. Ky veç po film. Po kanë ikë, shumë e vërtet. Po kanë ikë me 24/2023, septembar. Kështu që, kemë kujdes. Me suksesin tonë. Ky po shkon, naja kemi shiru, vereun që ky muan me policie, me i vo këto që po e bën. Veç kallëzohë, Ramosh Haradinaj. Veç kallëzohë datën, ditën, mujin, çka tush trego diçka vëlla. Çaq. Apo ai është i Zotit qasajone. Kogja. Zoti shpis është. Po e përsëris fjalë tua nderuam. As pa shumë, as pa pak. Shkojnë amëq? Naja kemi kry, këtë punët. I dini ku e mblokoru, që shka dhe pru policia jonë. Po e në filma. Pse s'ka sot blokim të rrugëve, nderuam. Hajde falë tash, po pse s'ka sot blokim të rrugëve? Pse është Albin baba burr? I ka qitë fare kretë Allah. I ka shti me dokument Kosovës. Me një shkru. O Ramosh Haradinaj. Po luft ke bo shumë për kulim o vllot. Kur të e përmeni Ramosh Haradinaj për luft, unë e lkuna për veni. S'ka diskutim. Po, kur vje puna në full për politik, që s'ke bo sen. S'ke bo sen o burë, më vje shumë keq. S'ke pas veni politik me u vete autoritetin. O e ke pas venin politik, po se ke pas hajnin, së du me bo hajni, së du me marë me kesh përdor pozitën. Kjo është ajo, nderuam. Plus po del para televizionit për gënjen e bura shqare. Po a ku qiq? Se s'po qarë që po kuqësh. Pa fije turpit del edhe gënjen thuti që, së po kur qesh, na kemi shliruhe. Këj ka gjithë gacho. Këj boni 5 stacione policore o nderuam. Këj ndalej votimin e sërbe. Kur ju e keni leju. Bile i përcesit me polici. Nësë për ju ndonë dhe sen. Zhyrat ilegale. Pa ato ju kanë konvenu dhe juve. Për dhe kërë dhe kë, se keni bashkëpunu. Me lisën sërbe. Shkojnë amiq, që ju këna shqyqare, ju që për thëmëni, thot televizioni, ju këna pa televizion. Sa e keni boj ju me ta bashkëpunim me lisën sërbe. Edhe një zgjidh presidenta, kryeministra, parlament, qa s'keni bo? I keni shfrizu për tëna. Ma të këti, me këta, im shef, pikrisht agjendat, a ka diçka ma pro-ruse, pro-serbe, lutna, që sa, me lyp votën e serbe, listë e serbe, me lyp votën e Radojqisit. Nuk e ka lyp votën, shumë je ka shpif Ramosh Haradinaj, me keqare për thëmë, se unë kër po foli po më vjen marrë, për vetë vetës, se unë kom marrë pak jo po shumë, po për thëmë pak për me zbutë se ti s'pas ke heq, me dal ashtë i qare me gëni. Nuk e gjoma diku një fakt që ka thonë Albin Kurti, e ka vetë isën sërbe, votohë. Ata kanë votu vetë, parlamenti po kanë votu vetë. Kës po bënë, shkojnë zgjedhje, në 51.1%, edhe nuk i luti lisën sërbe. Nuk e ka lëvizja dhe nëse për të kë emnin, as AK, e as nisma. Po është lëvizja vetë vendosje. Me nëkrye, babën e Kosovës. Kjo nuk bashkëpunon me ta. Kjo s'ti ka nësë parlament me i.
6 muaj s'kan konë, çdo 6 muaj Vesoviç e marr rrogën. Ju keni pas sportit që aty, keni votu me ta, çfarë keni bërë me ta. Mos qet Ramosh, mos qet plën, se u zgju populli. A mos që ditë që pas na flaq atër kur pas kish liru ti, me drujtën e veriut, për bes, shumë po shgenjena me vetë vetën. Po që ja që më pas ka nikmish. Milion veteran jashtë pagës minimale. Kallëzon sa veterani ke bëhet të rajshëm, të ndërum. Jo ti personal, po ju, si parti sa kë. Se mas shumë të veteran kanë në Glazhan. Po foli që kanë thonë bashkë të fëtar tu, jo në televizion. 60.000 veteran, o e ndërum. Ti e di shumë mirë që këto si në konë. E ti e di shumë mirë që mi pas në 60.000 veteran deri në Beograd ishëm shku kom. Ashtë të vërtet ajo. E nuk ka Kosova pare me pagu veteran të rrajshëm. Plotësisht pajtona me Albin Kurti. Nuk e meritojnë ata të rrajshmit. është turp i botës, është turp para ata që e marrin. Edhe ata, unë piktu i pëthom, ata që i marrë veteranën e rrajshëm, jo rabi i lachet i hongshin. Se s'ka sen ma keq, s'ka sen ma turp, se me vjedh shtetën me thonë një më konë luft. Kur se konë hiq, ose unë më plagu në luft, ose e kom ble me pare. Ose me ble me pare që se kom ble, se kom, po e kam ble me pare, ka shumica që në plagu në për Evropë, edhe nërë kanë marrë veteranë rrajshëm. Po këto sene do dalin. Do vje koha që do dalin një ka një. Po nuk e di ku do bëni vendin tani. Jo ti, po ata që i kanë bëhë këto sene, këto dhe lavere. Ata që i kanë përfitu për këtyne seneve. Çka i duhet tjetër dikujt në diasporë, në shqiptari, ose shqiptarje, çka i duhet dikujt në këtë Kosovë, në Shqipëri, me kuptu kush është ky njeri. Pra njeriu që ka marrë edhe votën e listë të serbëve, milionu që kanë jashtë pagës minimale, ju lutem. Je ka e fut ku, ta spjegova, sa ta spjegoj ma shumë. Ky njeri sektorit privat Kosovës. Po kush fiton kur adopshon ekonominë e Kosovës? Shqipës po vjen marrë me thonë këto fjallëve. Ramosh Haradinaj, që shetoj sot fëmija Kosovës. A ke menu në herë për shtesa ti, inderum, si kryeministër i Kosovës në atë kohë. Apo në nëtë Leona. I që s'ke menu atë njerë, sepse fëmija ju kam pas, falë me zotë që i kanë. Po që i kanë, nga i kanë orë ato. Po këtë arsye nuk ka ranë men për fëmijët Kosovës, absolut. E ti po dalë për e fendon, kryeministrin, pse ka qitë shtesat e fëmijëve. E pare për nona Leona, e ka rritë pensionin, e ka rritë rrogat, e ka bërë rrogën minimale 500 euro. E po thu s'ka ekonomi në Kosovë. E ka prish, në atë kuptimin e ka shkatru. I forti e pasha zoti. Mu për mdoke që Allah fletë mjera mësh. Së pak për gjumë jo burë. Qërë se Kosova bo lule. Kosova bo lule me Albin Kurtin. Shkojnë amiq? Kosovës, fito Serbia. Sept nuk mundesh me u bo serbe e rusve, nderë më të madhe, mbi këtë vejës, ka shqiptarë që mu ju një më shumë. Agendave ruse dhe serbe, që sa me të largu ty nga Amerika, Kosovën nga Amerika. Ky njeri e ka bojë, lutëm. S'po foli Sanish ma mirë. S'po foli Sanish ma mirë. Vazhdo? Une nuk e kuptaj diken në këtë Kosovë, me dy fije men, kryë që shekto. Ky po s'këm po të bo firma ka hek zyret venit. Se ka hek arsimin e Serbisë në Kosovë, që ata që e ke majt na pa. Se arsimin nuk bon më i që dërëm, se ka sërë në Kosovë. Nuk bon me bo shkeljet drejtat të njeriut. Absolut jo. Nuk mund me hiq Albin Kurti gjuhën sërbe. Edhe unë jam për mos me hiq, se ka sërbe, dhe se ka sërbe, ka dhe është dhe gjuhë atyne. Po jo drejtat që ja keni dhonë jo. Se sërbët e Kosovës kanë drejta ma shumë të në botë, si pakicë që janë.
Ma shumë s'kom qa thëmë, mi ndërum. E kupton ti? Paralel për mërësirit, e kemë fitu drejtën tonë, edhe pse se ka heksën të qinë, sepse i ka pranu në zajednisë. Për e ka pranu asociacionin, shqyqoni. Cilën zajednisë e ki fjallin, cilën asociacion? Apo thu që i ka pranu? Pse prasve në shkrull Vučići? Po i ka dhim dora. Ma si ko ka haqe e keqe. Apo më tregon? Pse s'pe pranon Vučići amoni një kofë tregoni se na këni lodh me këto e zajednisën. Pse vëlla se ka në shkrull Vučići kur ka keqe për Kosovën? Ti me ndonë që Albin Kurti nuk ka këtu, nuk din që në shkruna? O Rambo, amonit koftë. Qysh ka thonë Demil Bash? Mas pare kanë kry fakultetin këta, tani hinë politik. E ti mas pare hinë politik, tani të karar menzit me kry fakultet. O, burë. Ma Allah se shkon këta. Me bon këta. Duhet me dit njeri, me allheq shtetin. Ti, Rambo, të respektoj shumë familjen tonë gjithashtot për luftën që keni bo, për kontributin që keni dhënë për Kosovë, deri 99-ën. Po mas 99-ës e kënena 2000-ës, ju jeni ata, AK, PD, KRDK që keni shkatru Kosovën për 20 vjetë. Ju jeni ata që keni shit këtë fabrikat, ju jeni ata që keni shkru këtë fabrikat, ju jeni ata që s'keni venu për popull. As për rini, ju jeni ata që ja keni shkatru rinin Kosovës. Shpresat. Jo ti personal, ju po thomë në të kuptimin, ju AK, PDK, DDK, nisma. Që s'ka menu kush për rinin e Kosovës. Sigur që 20 vjetë, mos që në vidh ato pare që i keni vidh ju. AK, LDK, PDK. Nisma, sot Kosova ishë Zvicër. Po ja që u dëvët Albin Kurti me orë, mi nalë të sene. Rap. E ta që një bu bashkë, edhe me risën sërbe, po boni bashkë, vetëm e rëzu Albin Kurtin. Po ja që, më vjen keq, po është e pareqme. Misë dashër, kjo është e vete për sot, Zoti rujt, mirë po shumë vete radhër. Inshallah në animo Zoti me njerës të mirë, e me një njerës sikur Albin Kurtin. Mirë po shumë miq,